Faleminderit për mikpritjen në Prishtinë dhe jam shumë e kënaqur që jam në mesin tuaj. Ka shumë arsye kur them jemi në një kyç kritik ku ndodhemi sot. Një për arsye që jeni para zgjedhjeve të sërishme dhe e dyta kur kemi folur për procesin e zgjerimit sot nga një perspektivë më e gjerë, çfarë po shohim do thotë në përzgjerim është një avancim dhe për herë të parë do thotë pas zgjerimit të fundit 2013 me ndërsimin e Kroacisë dhe perspektive të qarta që viteve tjetër në vijim të kemi edhe ndërsi të reja dhe këto procese janë shtyrë përpara do thotë dhe janë shtyrë shpeshherë për shkak të sigurisë dhe kemi diskutuar rolin e Kosovës në këtë nuk mund të ketë do thotë pa siguri në Kosovë pa Kosovën. Kosova është pjesë integrale e një perspektive më gjerë. Pse zgjerimi sot është shumë më shumë se sa një zgjerim sepse do thotë duhet është detyrë e përbashkët do thotë përmes bashkëpunimit rajonal për që të kontribuojmë në stabilitet dhe përmes integrimit në BE. Pra një prej detyrave më të mëdha është që të kujdesemi dhe të fuqizojmë integrimin, rrugën integruese të Kosovës në BE. Apel im I qartë në këtë vizitë që të kërkoj nga gjithë klasa politike që të kthejnë stabilitetin tek administrata publike në Kosovë dhe do të ishte mirë që të formonit institucione stabile dhe funksionale dhe si ishini në Bruxelles 2024 është një vit do thotë që të gjej dhe të hap mundësi për Kosovën dhe I kam premtuar gjithashtu kryeministit Kurti që pasi të funksionalizojnë gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të rikthehem dhe pastaj do të diskutojmë akoma tema më rëndësi për Kosovën dhe gjithashtu më rëndësi për BE-n. Është më rëndësi që pasi kuvendi I ri të formohet dhe udhëheqësia të bashkohet dhe të rezultojnë në formimin e institucioneve qeveritare dhe të ndërpritet ky ngërç dhe ky qorsokak politik ekziston perspektiva europiane për Kosovën dhe ne në BE dhe unë personalisht jemi me zëpresim do thotë që të intensifikojmë nivelin e punës me ju dhe prandaj do thotë funksionalizimi I institucioneve është shumë më rëndësi dhe siç kemi parë shtetarët e Kosovës dëshirojnë do thotë të qëndrojnë në rrugë për BE-n. Barometri evropian tregon që 88% të qytetarëve në Kosovë kanë deklaruar optimizëm për antarësimin e saj në BE dhe është një mbështetje tepër e madhe dhe ju falenderoj shumë do thotë qytetarët në emër të Komisionit Evropian që përqendrimin do thotë të palëhatshëm palkundur në rrugën evropiane. Nuk është më rëndësi vetëm për shtetin juaj, është më rëndësi gjithashtu për gjithë BE-n. Ju falenderoj shumë për këtë. Shumë reforma do të kanë stagnuar për shkak të zgjedhjeve të përsëritshme të Kosova duhet të zëhapin do thotë me BE-n për prioritetet e përmendura, institucionet efektive dhe do thotë zgjedhjet shtatore në kaluar urime për këtë gjithashtu edhe masat që ndërmarrën në veri do thotë kanë bërë që të ngrisim, të largojmë masat dhe Komisioni do të lejoj 465 milion në financimin para antarësimit dhe jemi të angazhuar me palët tona për të quajtur përpara reformat. Jemi kënaqur që Kuvendi I fundit ka ratifikuar planin e rritjes dhe arritjet marrëveshja arritura do thotë dhe gjithashtu 62 milion euro të para për të përfituar do thotë se siç e dinë do thotë janë 882 milion pikë 6
do thot dhe Kosova ka nevojë do thot për qeveri funksionale, kuvend funksional, president dhe fondet do të lirohen dhe do të jepen vetëm nëse kryeni këto reforma dhe besoj që ky do të jetë një vit dhe një pikë these në marrëdhëniet tona. Fitimi I këtyre fondeve është qëndësor jo vetëm për qeverinë, por është qëndësor për popullatën e Kosovës, përmirësimi I sundimit të ligjit, modernizimi I administratës publike, gjithashtu klime të mirë biznesi, gjitha këto do të përshpejtojnë do thotë digitalizimin dhe tranzicionin e gjelbër dhe plani I rritjes gjithashtu mund të sjellë tjera mundësi për qytetarët e Kosovës. Kemi diskutuar do të si hapa të vegjël duhet hedhur për Kosovën për të anëtarësuar në zonën e pagesave me euro dhe duke shkuar përpara dhe avancimet në aspirimin e Kosovës përre kërkojnë do të thotë angazhim konstruktiv dialogu me Serbi, kërkon nevojë të zgjidhen gjitha çështjet me Serbi dhe në konsultime do të thotë edhe me Komitetin Serb në kuadër do të thotë dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Marrëveshja e 14 marsit urime, do të thotë se keni arritur këtë marrëveshje, duhet implementohen në besim të mirë plotësisht. Ndërsa jam këtu kisha kënaqësinë do të takoja përfaqësues edhe të shoqërisë civile kosovare dhe pres të takoj për ato dhe do të diskutoj me udhëheqëse femra që do të diskutojmë me to gjithashtu për proceset e zgjerimit dhe mezi pres do të thotë që vinë nga kjo fushë dhe ka shumë gra të forta në Kosovë, do thotë që po punojmë me dekada dhe dëshirat ime personale që të angazhojm me to, zoti kryeministër e di do thotë ekipi im ka organizuar një takim vetëm për femra, di do thotë që jeni suportues shumë I madh. Në konkluzion, Kosova ka bërë shumë në periudat e fundit dhe akoma mund të bëhet dhe Kosova dhe BE-ja ndajnë fatin e përbashkët. Nuk mund të mendojmë për një Evropë pa Kosovën e të dhe jam I kënaqur që mora sigurimet më të larta nga kryeministri që Kosova qëndron I palkundur në rrugën evropiane. Duhet t'ju siguroj gjithashtu që BE-ja mbetet e përkushtuar në të ardhmen e Kosovës evropiane dhe I nderuar kryeministër në qershor 5 qershor në Tivat Malzi do të jetë një samit I Tiranës ku do të tregoni përkushtimin e juaj dhe shtetit juaj në rrugën evropiane. Faleminderit shumë.